Përpara në këtë recet do ta përgatisim shërbetin e ëmbëlsirës. Do të kemi nevojë për një gotë 200 ml plot me sheqer. Unë po bëj një tepsi mesatare. Nëse juve nevojitet më tepër, do të dyfishoni gjitha masat që po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj recete. Në sasinë e njëjtë, aq sa kemi shtuar sheqer, aq shtojmë edhe ujë, një gotë 200 ml. E vendosim në zjarr mesatar dhe e ziejm shërbetin vetëm për 5 minuta. Pra nga momenti që do të merr val, vetëm 5 minuta. Vazhdojmë tani që të përgatisim brumin e ëmbëlsirës. Në njën më të madhe dhe më të thellë, unë po shtoj 2 vezë të plota. Dhe tani të vezët, vazhdojmë që të shtojmë gjitha produktet e tjera. Pasi ju thash shumë po bëj një sasi pak më të vogël, një tepsi më të vogël, po përdor gotat e çajit. Nëse ju vendosni që ta bëni më të madhe, do të përdorni një gotë uji 200 ml. Tek vezët fillimisht shtojmë një gotë çaj me sheqer. Përzihem mirë tani me tel kuzhine, derisa vezët dhe sheqeri përzihen pak dhe të tretet sheqeri. Në këtë ëmbëlsirë nuk kemi nevojë fare as për mikser. Shtojmë tani që të shtojmë produktet e tjera. Shtojmë një gotë çaj me vaj, si dhe një gotë çaj me lëçumësht. Pasi kemi përzier të gjitha produktet e lëngshme, vazhdojmë që brenda ta shtojmë mielin. Sasia e miellit njëjtë është një gotë çaj me miell. Vetëm gjysmë pako pluhur për pjekje. Njëherë përzijem që mos na mbesen grupka tani që kemi shtuar mielin, derisa të formohet një masë e mirë. Nuk është e hollë, këtu do të vazhdojmë që të shtojmë produkte tjera. Brenda tek brumi do të shtojmë 100 gram ara të bluara. Përsëri do të përzijem. Sekreti i kësaj ëmbëlsire është kadaifi. Do të kemi nevojë për një gotë 200 ml me kadaif, por kadaifin do ta pjekni ose do ta skuqni në tigan. Unë zakonisht i ruaj kështu të gatshme, sidomos kur e përgatis çokoladën e Dubait, sepse është e preferuara në shtëpinë time, andaj e mbaj të gatshëm. Nëse nuk e keni të pjekur, do ta pjekni për disa minuta. Një gotë me kadaif e shtojmë brenda tek brumi. Pasi e kemi shtuar kadaifin, përzijem edhe një herë tani që gjitha produktet të na lidhen dhe të na bëhen bashkë. Marrim një tepsi mesatare, tepsinë e lyejmë mirë me vaj dhe vazhdojmë që këtu ta shtojmë tani brumin. Pasi e kemi shtuar brumin në tepsi, vazhdojmë të e pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë, diku parafërsisht 20 deri në 25 minuta. Tani që revania është pjekur, veç se e kam larguar nga fura, lejojmë që të ftofet diku parafërsisht 10 minuta. Po ashtu dhe shërbeti është gati, është duke u ftofur dhe që të dyja duhet t'i kemi të fakta. Tani që është ftofur dikon parafërsisht 15 minuta ëmbëlsira, njëjtë edhe shërbeti është i vakët, vazhdojmë që sipër ëmbëlsirës së vakët, të hedhim shërbetin e vakët. E mund të vrini se sa shpejt që e tërheq ëmbëlsira shërbetin, kjo ndodh nga që kemi shtuar kadaif dhe disa herë ju kam treguar se kadaifi është një nga përbërësit që e tërheq më shumë të shërbetin. Tani vazhdojmë që ta përgatisim kremin. Në ngjyra do të shtojmë 500 ml me qumësht. Shtojmë 6 lugë gjelle me sheqer. Tani këtu në njën i kam bërë bashk 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle njëshiste dhe pak sheqer vanil. Vazhdojmë ziejmë në zjarr mesatar derisa kremi të fitojë trashësinë e dëshiruar. Tani që kremi është trashur mirë dhe ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Një dashir mund ta lini vetëm kështu kremin, por unë pasi dua që të bëhet pak më e shijshme, gjithmonë preferoj që te kremrat vartë nxehta të shtoj nga 1 lugë gjelle me gjalp. Nga nxehtësia e kremit, gjalpi do të shkrihet shpejt, thjesht mjafton vetëm që ta përzijeni. Dhe për atë teksturën e mrekullueshme, unë shtoj brenda shllak krem.
Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund të gjeni si produkt shlak krimën, kjo është shlak i vitaminkës, mund të përdorni edhe 150 ml krem pana. Kjo pakoj ka 45 gram, neve do të kemi nevojë vetëm për 20 gram të ky krem, dhe do të mundohem kështu me sy, disi të ndaj vetëm gjysmën e pakos. Përzihem mirë tani, derisa të na bëhet edhe një herë kremoze dhe ta shtojmë sipër ëmbëlsirës. Tani me ndihmën e një luge e përhapim kremin mbi tërë ëmbëlsirën që të na del e barabartë në të gjitha anët. Me një herë sipër ëmbëlsirën e dekorojmë me pak kadayif dhe ara. Dhe tani gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që ëmbëlsira të ftohet dhe të shtrëngohet. Mjafton që të pushoj 1 deri në 2 orë në frigorifer dhe është e gatshme për ta shërbyer. Revania është gati, shpresoj që do ta provoni dhe ju dhe do ta shijoni këtë recetë të mrekullueshme. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.